Prej disa ditësh Bregdeti ynë është në ndikimin e masave ajrore të ngrohta. Banorët e Durrësit dhe vizitorët e shumtë të këtij Bregdeti po shijojnë ditë të këndshme të një bukurie të parakohshme pranverore. Pamjet nga plazhi janë të këndshme, duket sikur këto ditë të fundit të shkurtit kanë ngaruar mesinën dhe kanë nxituar të vinë para kohe, pasi ende jemi në një periudhë dimrore ku lajmet flasin deri për stuhirat e shumta dëbore dhe ngrica rektike. Në plazh tashmë dalin çdo ditë qytetarë të gjitha moshave që shijojnë këtë pranverë dimrore. Më të privilegjuarit janë fëmijët, që u gëzojnë lodrave të shumta, si dhe kujdesit të nënave. Lokalet mbushen me klientë, ndërsa prindërit përdorin shilarset dhe lodrat në afërsi për fëmijët. Dikush e shijon Bregdetin dhe diellin nga balkoni i banesave, ndërsa ndonjë tjetër preferon Bregdetin sa më afër ujit. Edhe kafshët e dashura shtëpiake dinë t'i gëzohen dallgëve dhe vrapimit në rër. Rrugët përmes plazhit fillojnë të mingarkohen nga makina të shumta. Fluksi fillon të rritet me rritjen e temperaturave. Është një kënaqësi dese për shumë qytetarë kjo pranverë e papritur. Dikush hap celularin për të parë dhe sa ditë të tilla do të kemi deri në afrimin e shiut të radhës.